Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët përsëri në podcastin e Albanian Community Mental Health. Unë jam doktoresha Dileneqa dhe jam shumë e lumtur që jeni me ne sot. Dhe unë jam doktoresha Rela Gako dhe në këtë episod do flasim për një temë që shumë shpesh shfaqet si tek klientët tanë, ashtu dhe te komuniteti ynë, që është shëndeti psikosomatik. Domethënë si mendja dhe trupi janë të lidhur ngushtë me njëri tjetrin. Edhe për këtë bisedë kemi kënaqësinë të kemi ftuar Dr. Elger Barakun, që është mjek urgjence në përvojën në frontin e parë të kujdesit shëndetësor. Ai do na ndihmojë të kuptojmë se si simptomat fizike edhe ato emocionale janë shpesh dy anët e njëjtës medalje. Dr. Baraku, mirë se erdhët në podcastin ton. Jemi shumë të lumtura që të kemi këtu. Ne dhe Dr. Baraku në fakt shkojmë shumë brapa me njëri tjetrin që nga ditët e shkollës së doktoraturës, kur Dr. Baraku ishte duke punuar me hulumtime rreth pagjumësisë tek një laborator si unë dhe Adila. Dhe pas kësaj ai vazhdoi mjekësinë dhe tani është duke bërë specializimin në mjekësinë e urgjencës dhe është kënaqësi e madhe që e kemi sot me ne dhe që të ndajmë këtë rrugtim me dëgjuesit tanë, se është një temë e rëndësishme. Elger, mirë se erdhe. Faleminderit shumë, përshëndetje të gjithë. Jam shumë i kënaqur që më keni ftuar dhe që mund të bëjmë këtë për komunitetin tonë. Tani, Dr. Baraku, ne shpesh në komunitetin ton flasim për shëndetin e trupit edhe shëndetin e mendjes sikur janë dy gjëra të ndara, por nga perspektiva jote si mjek urgjencë, si e shihni këto dy fushat që mund të jenë dhe të veçanta dhe të lidhura? Patjetër. Edhe du me fillu që është gjë shumë e vërtet që në komunitetin tonë nuk është shumë i njohur si temë kjo punë. Edhe shpresoj që mund ta shpjegojmë bashkë edhe ta eksplorojmë bashkë. Po patjetër janë dy sisteme të ndryshëm sepse edhe truri nuk është një gjë, domethënë janë probleme neurologjike që është përbërësje e trupit, po janë dhe gjëra psikologjike. Tash psikologjia nuk është një gjë që mund të preket njësoj si një organ ose një lloj test specifike si vitamine në gjak ose gjëra të tilla. Janë shumë të lidhur bashkë. Nga një ana psikologjike, ashtu si e dini ju shumë mirë, më mirë sa unë, ato janë aspekte që të ndihmojnë me të ndjenjat, me memorjet, me lidhjet sociale me të tjerët. Edhe këto influencojnë ashtu si e shikojmë në botën tonë subjektivisht. Po ama janë dhe probleme që janë vetëm psikologjike, për shembull ankthi, depresioni, trauma, këto gjëra. Po nga ana tjetër, ato mund të edhe influencojnë trupin. Edhe trupi mund të influencojë anën psikologjike. Tashti trupi, ashtu si mendojmë ne, është probleme organike që ke problem mëlçie, ke problem stomaku, ke dhimbje koke. Po ama kur ti ke ca probleme psikologjike, sidomos ato që nuk janë të eksploruar nga ana terapie ose me një profesionist, ca herë ato emocionet që nuk janë të eksploruar edhe të procesuar, ato manifestojnë si një simptom fizike. Edhe në urgjencë sidomos shumë herë, shpesh, ne shikojmë njerëz edhe puna jonë nuk është thjesht me diagnostiku që kjo nuk është një problem e vërtet, ama është një eksperiencë të vërtet për njerëzit. Puna jonë është kur vinë njerëzit për shembull me dhimbje gjoksi, ne na duhet me investigu si tamam edhe me u bind që nuk është një urgjencë shëndetësor komplet, për shembull një heart attack ose një gjë të tillë, right? Nga kjo aspekt, gjërat kind of bashkohen bashkë dhe bëhet pak e vështirë me bëhet atë distinction nëpërmjet të dyja. Dhe më pëlqeu fakti që the që nuk ka test që të shikojmë nga ana psikologjike, cilat janë simptomat psikologjike, se shumë shpesh me klientët që kam pasur, është kjo ideja që shëndeti mendor nuk është aq i rëndësishëm, se pse nuk i kemi këto si mjete diagnostikimin e të njëjtën mënyrë si shëndeti fizik. Dhe siç edhe ti, shpesh herë shoh shumë klient për shembull që kur kanë dhimbje gjoksi ose që është një shenjë shumë e zakonshme e ankthit,
Shumicën e rasteve, domethënë kanë shkuar te disa doktor përpara se janë bindur që okay, kjo është një shenjë ankthi, jo se domethënë ka ndonjë problem fizik me zemrën. Po patjetër edhe ca herë edhe ca simptoma për shembull, kur një njeri nuk e ka këto anët psikologjike të eksploruar, ca herë mund të zhvillojnë një lloj smundje që ndoshta e keni dëgjuar dhe ju në anglisht, nuk e di shumë këto terma teknike në shqip, po illness anxiety, so illness anxiety disorder është ashtu si thot emri që ti ke një preokupim që unë kam është si një lloj fiksimi që unë kam këtë diagnozë edhe ke shumë frikë edhe ajo e shton anktin. Edhe me atë ca herë ke frikë nga ana mjekësore, s'do me shku ke doktor, s'do me u eksploru sepse ke frikë me marrë si përgjigje të vërtet, ose ti ke aq shumë preokupim që shkon shpesh edhe vazhdimisht je i bindur që kam problem me zemrën, duhet me shku çdo muaj ke doktori. Edhe kur e ke atë lloj eksperiencë është shumë e vështirë sepse nuk është 100% e ditur që patjetër nuk është problem me zemrën, edhe është gjithmonë më kollaj dhe më mirë që të shkosh ke doktori, të marrësh ato testet, ta mësosh patjetër që je safe, po nga ana tjetër këto janë shumë herë edhe shpesh aspekte që në sistemin mjekësor nuk ka mjaft kohë të paktën këtu në Ontario që doktorët mund të shpenzojnë shumë kohë me u eksploru edhe me hyrë ke thelbi i problemit. Edhe aty unë them është shumë e rëndësishëm çfarë bëni ju dy me nga ana psikoterapike me ndihmu njerëzit, edhe sidomos njerëzit në komunitetin tonë që nuk e kanë aq një gjë është pak si tabu që me fol për anën psikologjike, edhe shumë njerëz e mqefin që unë s'kam problem edhe vazhdon në jetë ashtu, po ato prap të japin simptoma, po edhe influencojnë aspektin fizik edhe të japin probleme më vonë në jetë nga ana mjekësore. Po, dhe jo pak, po shumë, domethënë kemi shumë stigma në komunitetin tonë dhe ca herë është më e lehtë që të pranojmë që është një problem fizik sesa një problem emocional. Dhe dua të flas edhe pak më shumë për këtë shtypjen e emocioneve, sepse tani kanë dalë dhe shumë hulumtime se si na afekton shtypja e emocioneve nga ana fizike, jo vetëm nga ana psikologjike, por gjithashtu nga ana fizike. Dhe në kulturën tonë dëgjojmë shpesh mos qaj, duro, bëu i fort, kështu që domethënë shtypi emocionet, mos i shpreh, mbaj nga brenda, por kur i mbajmë nga brenda, ato fillojnë që të dalin në trup. Dhe shpesh shikoj domethënë pacient me dhimbje koke, probleme stomaku, me shpinën, që në fakt lidhen me këto emocione që janë të pashprehura. E keni parë këtë në punën tuaj, këto simptomat fizike? Patjetër, edhe për mu është një gjë që e kam pak si një aspekt të punës me interes, fakti për njerëzit sidomos ne që jemi imigrant, jo vetëm për shqiptar, po të gjithë kulturët e tjerë që vinë si imigrant, e kemi pak si temë që ndodhet vazhdimisht që njerëzit e kanë këtë lloj eksperiencë. Shumë kultura nuk dojnë me fol për aspektin mendore, edhe vinë shpesh, domethënë ne kemi disa nivele të ndryshëm në urgjencë, themi resuscitation, emergent, observation, urgent care. Urgent care është pak si walk-in clinic një çik. Kurse emergent care themi është një problem që ka nevojë për monitorim edhe më shumë infermierë bashkë që punojnë me pacientin. Edhe varet nga simptomi, ca herë pacientët vinë ke disa nivele, tashti prap, kur ti nuk je i sigur që kam dhimbje gjoksi çfarë do bëj, është më mirë me mos me ndoshtruar, po me shku edhe me kontrolluar, sepse po pati një urgjencë të vërtet fizike, aty del ajo problemi që mund mos sa kapësh edhe mund të dark drop, mund të vdesësh. Edhe duhet me minimizu ato rrezikët, po nga aspekti tjetër, vinë shumë njerëz që ajo urgent care, për shembull, që vinë, okay, kam dhimbje stomaku, kam dhimbje koke, ti shkon aty, ne bëjmë testet, bëj sonografi, bëj këto gjëra edhe dalin që gjërat janë negativ. Edhe tashti aty del një oportunitet, edhe unë e marrë nga ana psikologjike që kemi punuar bashkë në laborator,
që është një moment që edhe po ishte 10 minuta ta eksploroj edhe ta filloj të muhabet me ato paciente, edhe me dhënë ca resources në internet, me lexu edhe me mësu, edhe unë e pëlqej shumë ato aspektet e terapisë kognitivo, e quajmë kështu cognitive behavioral therapy në anglisht, po Terapia kognitive e sjelljes. e Nuk e kemi kështu para, përkthimin tamam në gjuhën shqipe në fakt, është e vështirë. patjetër, edhe ato aspekte unë e kam mësuar edhe për vete, po edhe nga të gjithë aspektet. Unë e kam mësuar nga për tezën tim në aspektin e pagjumësisë për pacientët, po e kam përdor për lloj-lloj aspekte të tjera. Edhe për veten tim unë faktikisht kam qenë një nga ato pacientët që kisha dhimbje stomaku si kalama. Edhe është një gjë në literaturën që kalamajt dhe njerëzit të moshuar, ato dy popullsie janë me risk më të lartë që marrin këto simptomat somatike, që do të thonë aspekti psikologjike ka manifestu probleme fizike, edhe simptoma fizike. So, për mu, tash që kam kalu këtë edukimin edhe e kuptoj gjërat më mirë, kam punu me veten, akti im është ulur, edhe unë vetë kam kalu ca herë ca momente depresive pak, me streset e studimet edhe këto gjëra, është normale në jetë me kalu, edhe tash që kam mësuar ato lloj terapie, e përdor edhe për vete, edhe tash simptomat tim janë përmirësuar goxha. Edhe ajo është thelbi që unë them është shumë e rëndësishëm që të tjerë ta dëgjojnë këtë mesazh edhe ta fillojnë ato bisedet me njerëzit që mund të ndihmojnë edhe me ndihmu veten pastaj. Edhe pse kemi gjithë internetin, në telefona, në kompjuter, kemi informacionet atje, ndonjëherë nuk është aq e thjesht të dish çfarë mund të kërkosh për veten tënde, për simptomat që po ke eksperiencën ti. Edhe sidomos mendoj për shqiptarët që janë në Shqipëri edhe për shembull nuk dinë gjuhën anglisht, se shumicat e informacionet në internet janë në anglisht dhe më drejtën, edhe pse kemi mjete që t'i përkthejmë gjëra kështu, nuk janë aq të përshtatur për kulturën shqiptare. Që mendoj se në Shqipëri sidomos ose në Kosovë, kur njerëzit që nuk kanë mundësi të lexojnë këto artikuj në anglisht, kanë një eksperiencë më të ulët për këtë mundësinë e edukimit. Po edhe njerëzit që kanë akses të këtë edukim, ndonjëherë nuk e kuptojnë çfarë do me thënë, ose për shembull është shkruar një artikull në një mënyrë shkencëtare që nuk është e përshtatur për gjithë popullin, nuk e kuptojnë çfarë lloj mesazhi mund të ketë ky artikulli. Prandaj është kaq e rëndësishme që ne ti marrin këto informacione që janë gjithë internet, në gjithë vende ku janë publikuar, e ti kondensojnë në një mënyrë që publiku mund t'i kuptojë, edhe mund t'i përshtati për vetën e vet. Për shembull, po mendoj kur po flisnit për lloj-lloj mënyra rëndësia se njerëzit mund të vinë në urgjencë. Gjë e parë, edhe ajo që po më rrin në mendje, që po mendoj, është shenjat e sulmit e atakut, panic attack, që janë kaq të afërta me një atak zemër, po janë komplet njësoj simptomat, edhe njerëzit për shembull që nuk e dinë që mbase mund të jetë një sulm i panik, mendojnë që është atak i zemrës, edhe me vërtet janë ato simptomet e atakit të zemrës. Edhe mendojnë në qoftë se kanë këtë akses për informacion, edhe po që i pakto, që ta dinë bazat e simptomave të ankthit ose të panikut, atëherë mund ta shikojnë vetë në qoftë se me vërtet është një urgjencë ose mbase janë thjesht simptoma. Po, patjetër edhe është pak kërsi një qik si triazh për veten, do të thonë, po e mësove që kur kam këto simptome paniku, mund të filloj me ndihmu veten me marr frym, me ndihmu veten me e ulat e nivelin e stresit. Edhe mbas asaj, po vazhdon simptomat ose po u keqsun, tash ndoshta është koha me thirrur urgjencën, ambulancën. So, patjetër e shikoj që thua edhe bi dakord ose jam me njëjtin opinion. Dhe faleminderit që fole kaq hapur dhe për eksperiencën tënde dhe me ankthin dhe me depresionin, se kjo
sikur e ul pak atë stigmë neve në komunitet, domethënë kemi shumë frikë që të flasim kaq hapur për këto dhe besoj që njerëzit duke parë një doktor që ka rritur kaq shumë që dhe neve që jemi në profesion dhe ne i kemi këto si eksperjenca sepse janë eksperienca njerëzore, çdo njeri ka për t'i pasur, besoj se vetëm ajo që the ka për të ndihmuar audiencën shumë. Kështu që faleminderit që fola kaq hapur për këtë. Po, patjetër. Edhe gjithmonë edhe këto historitë, edhe të gjitha këto Shakespeare, të gjithë shkruajshin edhe grekët në ato prallët që thoshin ato që kur për mijëra vite flasin për këto eksperiencë, so nuk është një kulture, nuk është një periudhë kohe, është një gjë umane, ashtu si thati ti, po. Po, eksperienca njerëzore. Po, dhe në fakt në të shkuarën, sikur flisim më shumë për emocione, domethënë Shakespeare-i, këto tregimet greke, flasim për dashurinë, flasim për trishtimin, po tani sikur kemi më shumë frikë të flasim hapur. Nuk e di mbase nga eksperiencat që kemi kaluar, mbase shoqëria, si është në ditët e sotme, po sikur e kemi humbur atë talentin për të folur për emocionet. Po mbase është ajo pjesë që duhet të lidhemi më shumë me njëri tjetrin. Mbase në ato kohë nuk ishim aq të ndërprerë, nga njëri tjetri ishim më bashk, të paktën me komunitetin të afërt që kemi. Edhe në Shqipëri një herë një kohë ishte kështu që ishe lidhur me njerëzit e tuaj, me komunitetin tënd, po me vërtet më duket se në këto dekadat e fundit, mbase nga teknologjia është kjo pjesë që jemi ndarë një çik më shumë, edhe jemi çik të vetshëm, nuk lidhemi me njerëzit ton aq shpesh, edhe mbase prandaj është rritur kjo stigma. Sa më shumë mësojmë për shëndetin mendor, aq më shumë sikur mblidhemi brenda vetes dhe nuk do ta pranojmë që edhe kjo po ndodh për ne, po është për një grup tjetër, që nuk është ky grupi si ne. Patjetër, edhe tamam më duket teknologjia ka keqsu këto mediat sociale, aty njerëzit vetëm postojnë gjërat më të mira, më të bukura. Është gjë e mirë me tregu kam shku ke filan vend edhe kam pas këto eksperienca, po kanë e tjetër njerëzit ashtu vetëm tregojnë pozitivët, edhe gjithmonë ne mqefin negativit që ne të gjithë kalojnë. Edhe ti tash kur shpenzon ore në ditë duke parë ato gjëra, mendon që ky personi e ka jetën perfekte, pse jam unë tash ai që është i veçantë në aspekt negative. Domethënë aty unë them ka keqsu tamam si dhe ti në këto 2 dekade të fundit. Mendoj se mbase ky mendimi negativ është një gjë që mblidhet pas kohës, fillon si i vogël, po pastaj vazhdon të sulmojmë njëri tjetrin këto lloj mendime, sa më shumë shikon, krahason veten me njerëzit e tjerë, aq më shumë mendime negative mendon. Edhe kur po flisim ne për simptomat që mund të jenë më të dukshme, më të momentit, unë edhe në mendje po mendoja për ato simptoma që nuk janë aq shumë që shikon aq shumë kollaj, mbase janë simptoma që rrinë për brenda, edhe vazhdojnë për disa vite, edhe ti nuk e kupton që po bëhen më të mëdhaja dhe më të mëdhaja, edhe në ato momente mbase atëherë shkaktojnë dëm brenda trupit, në një mënyrë që ne nuk e kuptojmë aq kollaj, edhe mbase mund të kërkojmë ndihmë pastaj në një mjek që mund t'i kuptojmë më shumë kollaj. Po për shembull, një nga këto shembull është boshi i zorrës dhe trurit. Shkenca e re flet shumë për këtë si një arsye që mund të shpjegojmë sëmundje mendore në një mënyrë që është lidhur me trupin. Për shembull, kur jemi të stresuar, barku na reagon. Si mbasi na fryt barku, ose kemi dhimbje barku siç thet ju më parë, ose kemi çrregullime të tretjes, ose ndonjëherë njerëzit i quajnë flutura në bark. Se keni dëgjuar, edhe është kjo ndjenja fizike që është lidhur me emocionet, ose mund të jenë emocione të këndshme ose të pakëndshme, i kemi atë trazimin në stomak. Tani ti sheh këto lloj gjëra në praktikën tuaj të përditshme që mund ta lidhësh simptomat emocionale ose mendimet me zorrën ose me një pjesë tjetër të trupit? Po, patjetër. Domethënë, ashtu si the ti disa shembuj, për shembull kur ke ankth e ndjen ke zora. Shumë herë është një lloj smurmje IBS, domethënë që zora është i acaruar, është një lloj sindrome, edhe ajo
të duket ca njerëz për shembull, duke folur lirshëm, e kanë veç si diare simptomat ose kanë edhe kështu si kapsullik ose të dyja. Edhe kjo është një gjë që njerëzit mendojnë që është një problem me zorën tim, me zorën e trash, po realiteti është kur ti ke ankth, trupi reagon në një mënyrë që shpenzon më shumë energji edhe ka më shumë si spasticitet në zorë, edhe kalon ato ushqimet më shpejt sa duhet. Edhe në atë aspekt sa herë ke si simptome kur për shembull përpara një interviste ke nevojë me shku disa herë në banjë ose edhe jo të jep shumë si bezdi në jetën përditshëm. Edhe nga ana tjetër, shumë njerëz kanë atë panic attack, panikun që kemi folur, edhe ajo prap është një gjë që të ndërpret punën, të ndërpret jetën, të jep shumë aspekte negative, eksperienca, kujtime negative, edhe mbas asaj ti fillon me i evitu gjërat që mendon ti janë si trigger ose si shkak i atyre panikëve. Një shembull tjetër që shikoj shpesh unë është dhimbja e kokës ose dhimbja e shpinës. Tashi ne të gjithë, ne që kemi mësuar nga psikologjia dhe mjekësia, e dim që kur ke shumë ankth, e mban trupin në tension. Tashi trupi është mbushur me muskuj, kur ato muskuj mbajnë tensionin, fillojnë të ngrihen në atë lloj si nivel tensionimi, edhe pastaj ajo fillon me të atëru nervët, edhe pastaj është një gjë shumë komune, shumë e zakonshme, që kur ke dhimbje në shpinë ose në qafë, pastaj ti ke e quajmë occipital headache ose occipital migraine ose dhimbje tensioni në dhimbje koke. Edhe ato prap të ndërpresin punën, të ndërpresin stilin e jetës, edhe njerëzit vinë edhe kanë ditë që nuk kanë asnjë lloj shpëtimi nga ato simptoma, edhe nuk është një kualitet të jetës me jetu ashtu, por janë simptoma të vërtetshëm që njerëzit e ndjejnë. Edhe dhimbja i përgjithshëm janë disa modalitete edhe teoria për dhimbjen si një aspekt, edhe janë dhimbje që janë për vërteti fizike nga atërime të neuronave, të nervave, po nga ana tjetër, edhe kur ke një dhimbje për një arsye, ana psikologjike ndërhyn shumë, veç pozitivisht ose veç negativisht. Edhe është shumë e rëndësishëm për njerëzit me dhimbje kronike me pas ndihmë psikoterapeutike, me eksploru ato eksperiencët, po simptomat edhe aspekti mendore. Se do të thosha, këtu hyn ajo pjesa e medikimeve pastaj. Kur kanë njerëzit dhimbje koke kronike her pas here edhe marrin ilaç për dhimbje koke, kjo nuk është gjë e keqe. Gjithmonë kur ke dhimbje koke her pas here, sigurisht pi ilaç edhe të ndihmon për dhimbje koke, po pastaj nëse kjo bëhet një gjë e përditshme, një gjë kronike, atëherë ku është ajo viza që mund të thuash ti për vete që kjo nuk është vetëm dhimbje koke e her pas hershme. Kjo është një gjë që më ndodh mua gjithmonë, edhe mbase ky është shkaku ose ky është shkaku ose ky, mbase është se punoj shumë, mbase është se nuk flej gjuhën mirë, mbase është ndonjë gjë që po shkakton trupit në një mënyrë të përditshme që pastaj më duhet, nuk kam mënyrë tjetër, po më duhet medikim që të vazhdoj. Tani kjo është një gjë që mendoj se komunitetet tona sot e marrin si një gjë të lehtë, që mund të kemi një medikim për çdo gjë ose për dhimbje koke ose për stomakun, si theti më para, edhe mendoj se mbase mund të shkaktojë edhe dëm ndonjëherë. Patjetër, do të thënë të gjitha gjërat që marrim në jetë faktikisht kanë gjëra pozitive, kanë dhe efekte anësore. Për shembull edhe ujin e pinë me qenë i hidratuar, po kur pinë shumë ujë ose mund të kesh smundje të vërtet mjekësie që kam parë unë. Edhe tashti është gjithmonë një lloj ballance. Tashti kur ke nevojë për ilaçe, veç ilaçe fizike, veç ilaçe mendore, është gjë e mirë me pas atë bisedë edhe me eksploru opsionet. Unë gjithmonë jam pas asaj filosofie që duhet me
ndryshime në stilin e jetës përpara, me modifiku çfarë mund të modifikosh në fuqinë tënde, edhe mbas asaj, në qoftë që simptomat janë akoma aq të ashpër në jetën tënde ose që vazhdojnë edhe mbas ato ndryshimeve, ajo fillon tash do shkoa veç për një moment të shkurt, veç për një moment kronike me fillu ilaçe. Edhe për aspektin e dhimbjes së kokës që po fishim, aty faktikisht është edhe një lloj smurmje ose sindrome që kur e përdor shpesh ilaçet, e quajmë medication overuse headache. Vet ilaçet të japin dhimbje koke, për shembull Tylenoli, Advili. Edhe për vetëm si shpjegim për atë është gjatë muajin kalendarike ke përdor ilaçe për dhimbje koke më shumë se 15 ditë në muaj, ajo është një karakteristike asaj smurmje që ajo fillon me ta keqsu dhimbjen e kokës. Edhe pastaj aty për shembull e ke provu edhe ajo është si flag që dosha e kam keq dhimbjen e kokës, e kam shumë shpesh, duhet me eksploru të shi opsiona. Edhe ti shpjegove disa shkake për dhimbjen e kokës, Dr. Nexha, edhe aty është mirë që me bënin si jurnalizëm me veten tënde, do të thonë shkruaj mbas një rekord që çdo herë kur kam dhimbje koke unë çfarë ndodhi atë dite. Për shembull, mu përpara dhimbjes së kokës, a ishte një lloj shkaku, a kisha një meeting me shumë stres që e kalova në punë, pata një bisedë të rëndë me familjen, a nuk piva mjaft ujë, a kam pasur shumë ankth këto 2 javë të fundit, a nuk kam fletur mjaft, edhe aty mund të kuptosh edhe gjërat fizike, po edhe aspektet mendore me eksploru. Edhe kur ke atë lloj rekordi, ca herë edhe kur shikon një terapist, mund ta sjellësh atë rekord dhe mund ta eksplorosh bashkë. Shumë interesante. Nga ana fizike, si e shpjegon për shembull se si emocionet shkaktojnë këto problemet fizike në trup, ose si shtypja e emocioneve mund t'i shkaktojë këto, se zakonisht mendojmë emocionet si diçka shumë abstrakte që janë shumë, domethënë janë shumë të ndryshme nga ana fizike, janë very separate nga ana e sistemit nervor, kështu që mund ta shpjegosh pak atë si lidhje më shumë, domethënë nga ana fizike posaçërisht? Po. Domethënë ashtu e kemi menduar që janë për vërtet 2 sisteme të ndryshëm dhe të veçanta, po realiteti është që nervët edhe neuronët prekin çdo aspekt të trupit. Domethënë nuk është vetëm që truri jot është sistemi nervore, po kemi shtyllën korrizor, ka shtyllën korrizor dalin ato neuronat e nervët të tjera, edhe ato shkojnë deri në pikë të gishtit. Edhe aty kur e shikon ashtu, e kupton që trupi jon është si kompjuter ose si një robot, si një makinë, edhe çdo copë e makinerisë punon bashkë në sistemin e tërë. Edhe kur ti për shembull ke një stat ankthi në trup ose depresive, domethënë depresive është pak si e kundërta e ankthit, janë shumë simptoma që janë të përbashkët, po vetëm për këtë shpjegim të themi që ankthi është një nivel energjie dhe emocionale dhe të lartë, edhe depresioni është si një stat më të ulët në trup. Edhe me atë mentalitet, truri ndez ca sinjale, ndez ca neurona, edhe ato mesazhe shkojnë në gjithë trupin. Edhe ca organe janë më të lidhur me trurin, për shembull, është teoria që e quajmë gut-brain axis ose gut-brain connection, edhe janë shumë nerva dhe neurona në zorën, në sistemin i digestive system, stomaku, zora, këto gjëra, edhe ato janë shumë të lidhur me trurin. Edhe ajo vet influencon aspektin psikologjike nga përbërje mikrobiome dhe bakterjet që janë brenda zorët tonë. Ajo përmbledhja e bakterjeve, ajo influencon pasaj aspektin emocionale dhe psikologjike. Tashti nga aspekti tjetër, psikologjia të influencon ato nervët, edhe ashtu si folëm përpara, ajo mund ta shpejtësoj ose ta gadalsoj atë tretjen e ushqimit.
Edhe nga këto aspekte, një gjë tjetër që shumë njerëz nuk e njohin, kur ke shumë stres në jetë, edhe veç pagjumësia ose tipi i punës, ose aspekti emocionale, ti krejon më shumë e quajmë reactive oxygen species në trup, edhe ajo e rrit atë inflamacionin e trupit. Edhe këto ditë ne shikojmë shumë smurmje autoimmune, ose kur trupi i mendojnë që është në atak nga vetja, edhe reagojnë ato qelizet imunitar, edhe të japin smurmje si lupus ose ca lloj artrite dhe smurmje të tjera. Edhe si teori ajo bën shumë sens, edhe ajo është prap një tregim që aspekti psikologjik influencon trupin. Faleminderit, dhe më pëlqeu ai metafori i kompjuterit, se nga disa anë, domethënë më mendoj këto proceset e trurit, mendimet, emocionet janë pak si software e kompjuterit, dhe psikologjia të ndihmon nga, domethënë, to rewrite the software, ndërsa këto shenjat fizike janë pak si hardware. Kështu që this software impacts the hardware, po edhe nëse ka probleme me hardware, and like the software gets impacted as well. Kështu që like there's like this bi-directional relationship. Do thoshë kur software për shembull themi e mban kompjuterin të ndezur duke parë një film për themi një javë pa dalës, ajo fan do prishet, edhe nuk ka mundësi po me e ul temperaturën, edhe pastaj gjithë sistemi do shkojë të marrë fund. Edhe mirë me shiku trupin tënd, ka shumë nevojë për me pas ato resetet, me nga stili i jetës, gjumi, ujti, ushqimi, edhe aspekti social, aspekti emocionale, këto të gjithë janë shumë të rëndësishme me përmbajt atë sistemin në një stat të mirë. Më pëlqeu shumë kjo këshilla që dhe dëgjuesit ton për të mbajtur si një shkrim për gjërat që bëjnë. Për shembull, kur të them dhimbje koke, për çfarë shkaku ke dhimbje koke? Se mendoj se po e studiove veten, atëherë kjo është mënyra që ti kupton më shumë për veten tënde. Sigurisht më shkosh te doktori, te mjeku, të bësh analiza, të kuptosh gjëra të përbrendshme, por me vërtet sjellja e përditshme është ajo që ndikon më shumë te shëndeti jon. Edhe siç dhe ti, sa ujë që pi ose çfarë lloj ushqimi që ha, kur e ha, sa ha, pagjumësia është gjë gjumi një herë është gjë më e rëndësishme, një nga gjërat më të rëndësishme sepse është ajo pjesë që të shuan trupin. Natën, domethënë, kur ngrihesh në mëngjes trupi ndizet. Të marrim pra këtë metaforën e kompjuterit. Ndizet trupi në mëngjes, pastaj kur shkon në gjumë, shuhet trupi. Domethënë, kur je zgjuar, trupi ka procese të tilla që ndihmon ty kur je zgjuar, kur fle gjumë pastaj ka procese tjera. Domethënë, kur nuk bën gjumin e mirë, atëherë trupi jot nuk di qysh të reagojë. Domethënë, dhe gjumi është gjë e rëndësishme. Aktivitet që bën në ditë është e rëndësishme. Njerëzit, marrëdhënie që kemi njerëzit që mund të shkaktojnë ankth, gjëra kështu, dhe kjo është e rëndësishme. Jeta e përjashme, për shembull kur shkon jashtë edhe shikon diellin në sy, për shembull merr ajër të freskët, këto janë gjëra të rëndësishme. Domethënë, duke sikur çdo gjë është e rëndësishme, edhe ne nuk e kuptojmë se kemi jetë të përditshme që i bëjmë ditë për ditë të lloj gjërat, edhe ndonjëherë nuk kemi kohë, ose jemi të lodhur e nuk i varim shumë këto zakonet që kemi. Por prandaj mendoj se kjo është këshill shumë e bukur, edhe për zotin do e marr vet këtë këshill që të bëj si ditar për veten, për këto sjellje që kam të përditshme, që ta kuptoj vet pse nuk është e dhënë, po pse mund të ndjehem unë në këtë mënyrë, edhe çfarë mund të përmirësoj, e pastaj sikur bën eksperiment me veten. Po e përmirësova këtë gjë, a ndjehem akoma kështu apo përmirësohet edhe ky simptom për shembull. Faleminderit shumë për këtë këshill, mendoj se është shumë e bukur. Ke disa këshilla të tjera që mund t'i japësh audiencës se si mund ta monitorojnë veten nga ana fizike, ose disa gjëra që mund t'i bëjnë që përmirëson anën fizike dhe gjithashtu anën emocionale? Një gjë shumë të rëndësishme që
sidomos kur jemi shumë të zënë me punë edhe me këtë lloj stil të jetës që kemi sot, është shumë e rëndësishëm aspekti fizike. Domethënë me bë ushtrime fizike, edhe është një rekomandim nga kardiologjia dhe nga gjithë këto sisteme shëndetësor që kemi, që të paktën 150 minuta në javë duhet me u shpenzu me një lloj aktivitet fizike që është në intensitet moderate. Që do të thonë, themi je duke ecur shpejt, ke mundësi me mbajt pak bised, po jo për shembull me këndu. Do të thonë, je duke përdor ato mushkrit me marr frym pak më shumë të rënd, me djersit pak, ajo është mjaft. Nuk ka nevojë me fugu një maraton ose me bë gjëra që janë shumë të vështira në trup, po edhe që një ecje të shpejt, një vrapim të ngadalshëm, me shku me kërcy, të gjithë këto janë aktivitete që mund të rrisin atë ritmin e zemrës mjaft, edhe me të dhënë atë përdorim trupi. Tashti 150 minuta në javë i bika, themi, 1 orë 3 herë në javë, ose gjysë ore 5 herë në javë. Domethënë është një gjë që mund ta bëjnë të gjithë, veç po që për jashta, ose ne që jemi në Kanada ca herë bëhet shumë borë, edhe kemi palestra që mund të shkojmë me hec në treadmill. Edhe me gjetë mënyra të ndryshme e bë fun për veten tënë, me marrë kënaqësi nga ajo. Ca njerëz e marrin kënaqësinë vet, ca njerëz e kanë më të vështirë. Unë e kisha të vështirë me fillu vet, po themi unë që kisha shumë me studiu, shkoj në treadmill, e vej atë incline një qik si malore, edhe hec aty shpejt për 1 orë duke lexu artikuj shkencore dhe e bëj atë. Edhe ashtu është si 2 birds 1 stone. Atë orar do ta shpenzohesh duke për diçka, pse mos ta bëj 2 gjëra në një kohë. Edhe bëje me shoqërinë, domethënë ke një shok të gush ose një njeri në familje që ka nevojë për këtë, me bë bashk këtë punë, edhe aty me edhe aspektin sociale, edhe aspektin fizike. Edhe tash jo vetëm është mirë për zemrën, për trurin, për gati të gjitha organet në trup, po edhe për shëndetin psikologjike, të ndihmon me e çliru atë stresin që e mban brenda, je duke e përdor tashti. Sepse edhe në shkencë e kemi mësuar që energy cannot be created or destroyed, it can only be transformed. Do të thonë, kur ti mban gjithë atë lloj energjie të lartë ankthi, pastaj s'ke ku ta mbash, edhe të jep shumë rëndim truri, po edhe të jep shumë stres muskulare, po pse ta mbash brenda, liroje veten me stërvitje. So ajo është një këshill. Këshilla tjetër është gjumi, ashtu si the edhe ti, Dr. Nexha. Gjumi është shumë i rëndësishëm për atë kompjuterin, me dhënë pak pushim, me dhënë ato mundësi me bë update software-it, edhe me shku ke mekaniku, me rregullu ato copët që nuk punojnë aq mirë. Edhe trupi është një gjë i përditshëm që e ka nevojë trupi. Edhe jo vetëm orët e gjumit, po edhe kualiteti ka shumë me bë. Edhe janë shumë gjëra fizike, për shembull kur gërhet, ajo ta prish atë sa e thellë e ke gjumin, po edhe e kemi mësuar vetë ke laboratori jon, që pagjumësia ka shumë me bë me aspektin mendore. Shumë njerëz kur kanë ankth, kanë vështirësi me rënë në gjumë, kanë vështirësi me nejt në gjumë, domethënë zgjohen disa herë natën, edhe ca herë kur ke për shembull depresion mund të zgjohesh më herët sa e deshe me u zgju. Domethënë zgjohesh herët, ke nevojë për më shumë gjumë, po s'ke mundësi me flet më. Ajo është një gjë që e kemi shikuar shumë në literaturë mjekësore. Edhe kur ti nuk e bën gjumin aq të thellë që duhet, aq gjatë që duhet, aty pastaj fillojnë ato inflamacionet me nejt lart. Edhe me inflamacion aty pastaj qelizet prishen, vjetërsohen më shpejt, edhe aty pastaj dalin këto smurmje kronike, kanceri, themi këto sklerozët në tru, organe, osifikim të kockave, artriti, lloj smurmjesh dalin nga pagjumësia. Edhe
ajo është një gjë që varet nga puna, po është i domosdoshëm me kuptu sa shumë orë gjumi ke nevojë ti, sepse të gjithë janë ndryshëm, nuk është vetëm 8 orë për të gjithë njerëzit. Ca njerëz kanë nevojë për 10, ca njerëz vetëm kanë nevojë për 6. Domethënë prap, shiko me ditaren që sa nevojë kam unë, pastaj shikoje si mund ta përmirësosh. Edhe nuk është një gjë që marr një ilaç edhe do flej gjumë, po është më shumë nga aspekti psikologjike që duhet me punu. Edhe ajo është një këshill tjetër që kam. Po këshilla pasaj më universale që po flasim sot është me prish atë stigmën, me fol me të dashurit, veç në familje ose shoqërinë. Eksploro si je ti, si jam unë, mos thu vetëm mirë jam, edhe kaq është biseda, po thu e kalova pak të vështirë ditën. Ne që jemi doktor, e kemi parë shumë eksperienca, edhe kur punojmë me pacientët, marrim në shtëpi shumë nga traumat e atyre. Edhe aty, edhe ne jemi në rrezik, edhe ne që kemi mësuar shumë, akoma jemi në rrezik sepse e përditshmja jon është duke eksploru mendjet e të tjerëve, edhe eksperiencët e atyre. Edhe aty kemi edhe ne nevojë për terapiste. Edhe unë për shembull flas me një terapist kur kam dite të vështira, edhe eksplorojmë bashkë. Pse ndihesh kështu, çfarë mund të bësh herën tjetër me u ndje më mirë, edhe këto janë gjëra të rëndësishme me mësu. Edhe jo vetëm me lexu në kompjuter është një gjë, po kur ke një njeri profesionale që mund të mbaj edhe çdo javë ke atë orën që do flasësh me atë person, ajo të ndihmon. Edhe unë them është shumë e rëndësishme sepse unë kam pasur dhe koleg, edhe më duket ishte dje ose pardje, ishte një episod në urgjencë shumë traumatike, edhe ai ishte i shokuar, edhe unë e thash, hajde flasim bashkë për 5 minuta, më thu për këtë case, flasim çfarë mendove ti në atë moment, si ndjesh ti tashti, edhe fort pas e mbas 2 ditë me u siguru që ai personi është mirë, sepse nuk asnjë gjë në jetë ka aq shumë vlerë sa njëri tjetri. Edhe unë them aty është një gjë që duhet me u përmirësu kjo aspekti social, ashtu si folën përpara që e kemi humbur këto dekade të fundit, po duhet me fillu me kriju këto mundësit, ashtu si po bëjmë sot, me pas këto modetet bashkë. Po, edhe shumë bukur dhe është jo vetëm dija, se mund të di shumë për shëndetin mendor, mund të kesh self-awareness, po duhet të jetë tamam i procesimi i emocioneve, dhe kur flasim për të, kur jemi duke ndarë në mënyrë shumë të vërtetë dhe reale dhe raw këto gjëra që ndjejmë, ashtu i procesohen emocionet, jo vetëm duke menduar për ato. Dhe faleminderit që e the edhe këtë, që dhe ne si doktor dhe ne që i dim këto si informacione prapa afektohemi nga këto gjëra, sepse dhe ne vetë duhet t'i procesojmë emocionet dhe shumë nga ne zakonisht shkojnë në terapi sepse e dim që na bën mirë. Në të njëjtën mënyrë se si shkojmë te doktori nëse kemi ndonjë virus ose nëse kemi ndonjë grip, ashtu është dhe terapisti. Po mbase kjo është ajo pjesa e vështirë se kur theti këtë doktor Baraku më erdhën ca kujtime kur fillova unë në këtë fushë që baja intervistë me njerëzit që kishin depresion, por shumicat e kohës jo vetëm depresion, jam prekur me lloj-lloj sëmundje mendore. Edhe intervistat ishin në një mënyrë që unë duhet i bëja pyetje. E di që edhe ju mbase i keni bërë këto lloj intervista, që i bën pyetje për historinë e tyre, edhe ato të thojnë shumë gjëra për çfarë ka ndodhur në jetën e tyre dhe ndonjëherë edhe kjo është traumatike. Edhe po mendoja mbase kjo pjesë që duhet të mësosh qysh mund të rrish afër njerit, përballë njerit që po tregon këto gjëra traumatike dhe ti mbash një vend për ato që të shprehin vetjen, por që ti mos t'i marrësh këto me vete në vend të trupin tënd ose kur shkon në shtëpi ose në çfarë mënyre. Kjo është ajo pjesë që do një çik eksperiencë që mund ta bësh. Nuk është aq e lehtë, se ne jemi njerëz,
jemi social, është thjesht një mënyrë se si ekzistojmë, që kur është njeri që po na thot një gjë që ne kuptojmë shumë mirë se është aq e vështirë që ato e përballojnë, mbas edhe ne ndjejmë të njëjtin ndjenjë që po ndjejnë ato. Edhe është e vështirë që ta ndash veten nga kjo eksperiencë. Edhe po mendoj mbase në rrethet sociale tona të përditshme, jo në mënyrë kështu psikologjike ose mjeksi, njerëzit që kemi afër ne nuk kanë këtë lloj eksperiencë, nuk kanë patur këtë lloj eksperjenca në jetën e tyre që t'i ndihmoj që ta ndajnë një çik veten nga njëri tjetri. Sigurisht është e rëndësishme që të jesh aty me njeriu që po të thot këto gjërat e vështira, e ti kuptosh, e ti japësh ndjes. Po është një gjë tjetër që ta ndash një çik veten, që ti mos ta afektohesh as shumë, edhe që ti japësh dashuri që i duhet atyre në ato momente. Edhe mendoj se mbase njerëzit kanë frikë të jenë në këtë pozicion, se nuk duan të ndjehen keq vet, por ku është ajo pjesa që po ta përballosh atë frikën edhe të praktikohesh qysh mund të ndash pak fare veten nga eksperienca e njeriu tjetër, atëherë mëson qysh mund të japësh një shpatull për njerëzit që të ulin kokën edhe të rrinë pak me ty aty. Mbase është vetëm kjo, mungesa është vetëm praktika. Po, unë them patjetër, edhe sa më shumë e bën një gjë, aq më kollaj bëhet. Është një lloj si stërvitje i muskullit, edhe për shembull në fillim do jetë i vështirë, edhe sa herë që e bën çdo herë do jetë një çik më kollaj. Po pastaj janë ca gjëra që janë për vërtet i kriza emocionale, edhe aty patjetër duhet ndihmë profesionale pasaj. Edhe ne nuk mund të mendojmë si mund të jemi ne ero gjithmonë për të gjithë, po unë them është vërtet që me praktiku ana përditshme për problemet të vogla në fillim, me ndihmu njëri tjetrin, me fol, edhe kur ti flet vazhdimisht pak nga pak, nuk është që e mban edhe krijon krizën, sepse pastaj kur e lëshon të tërën, është e vështirë që tjetri ta ketë mundësi me e kap ato që lëshon. Edhe aty pasaj del ajo që është ajo maintenanca i përditshëm e ndihmu veten, po edhe tjetri pasaj mund të ketë më shumë kapacitet me të ndihmu. Edhe unë them ajo është i vërtet, edhe ashtu si the edhe ti që është ajo si mundësia jon si profesionale me ndal veten. Janë shumë momenta që në urgjencë unë nuk është që kam atë lloj kapaciteti si një doktor familje ose një psikiatër me pas disa vizite me një pacient që mund të krijojmë një lidhje terapeutike. Po edhe aspektet të vogla, për shembull me qesh, me thënë një shaka me njëri, me digju për 5 minuta më gjatë kur e shikoj në urgjencë. Në urgjencë unë kam shumë lidhje me familje gjatë episode traumatike kur ndodhin fatkeqësitë dhe një njeri e humbasin atë person, vdesin, aty janë është një moment shumë i shkurtër që unë nuk mund të jap shumë kohë, sepse janë dhe pacientët e tjerë, po gjëra të vogla me kriju atë lloj ngrohtësi, një përqafim, një mfalje, me kërku falje, ose me dhënë ngushëllime, me kriju ato e ndryshonën rrethanët, me bë një vend më humane për atë person. Edhe unë them edhe njerëzit në atë si dimën përditshëm mund të bëjnë gjëra të tilla, me shpenzu pak kohë bashkë, me dhënë një përqafim, me qenë pak ngrohtë, edhe nuk ka nevojë patjetër me eksploru gjërat në atë nivel që ne bëjmë si profesionale, po prap me dhënë një aspekt, me u çliru është e rëndësishëm. Po edhe me kuptu nga vetja jote ku e ka mund limitin, domethënë nuk është roli jon me e shty veten në maksimum, edhe tash që ne po themi që është mirë me fol bashk, po edhe ne ca herë nuk është dita që ne mund të mbajmë vet problemet e një tjetrit. Edhe aty unë them kur ne dojmë ndihmë nga një njeri tjetër, me kërku
a është kjo me thënë tjetër, a ke një moment me folë për një gjë pak më të rëndë, ose a ke ti kapacitetin sot me kërku leje, sepse në atë moment ne që jemi profesionale, ajo është orari jonë pune, edhe ne kemi kapacitetin. Po të tjerë mund të kenë kalu gjëra të tjera atë ditë edhe është e vështirë të dhënë atë lloj dëgjimi ose support. So, unë them nga kjo aspekt, ajo që the ti ishte kjo shumë e rëndësishme. Faleminderit shumë, Dr. Baraku, që ishit sot me ne në këtë podcast. Unë kam mësuar shumë nga ky episod, sidomos atë pjesën e ilaçeve, dhe besoj se dhe audienca do e gjej shumë informational këtë si episod. Kështu që faleminderit shumë dhe shpresoj që në të ardhmen të kemi prapë për një emision tjetër. Shumë faleminderit Dr. Baraku, ishte kënaqësia jonë të kishim ne sot, edhe unë mësova shumë, edhe deri herën tjetër, mirupafshim. Faleminderit shumë të dy, edhe unë pata një moment shumë të bukur këtu duke folë me ju, edhe shpresoj që çfarë folëm bashkë mund të fillojë ca ndryshime në komunitet për të mirë.